Tani duke qenë se jemi tek hekuri, që është një nga mineralet që kemi zgjedhur për të folur, nisim me rolin që ka ai në organizëm. Ta nisim me hekurin, me qenë se kemi zgjedhur magnezin, kalciumin, zinkun, për të treguar se sa të rëndësishme janë ato për të funksionuar trupi siç duhet, edhe më pas të dallojmë cilat janë simptomat e secilës. Nëse do t'ju pyesja se çfarë roli kanë mineralet në organizëm, patjetër që përgjigja do të ishte shtëruese, ato patjetër që kanë një rol. Po ndalemi tek roli i hekurit. Atëre, po më gjeti kohën, do të shpjegoj që problemin e mineraleve pse janë të rëndësishme, që ta kuptojmë. Se ne nuk i kuptojmë, se po në kuptuam thelbin, nuk ka rëndësi fare çfarë bën hekuri. As çfarë bën asnjë mineral. Ne kemi disinformacione shumë të mëdha dhe po veprojmë në mënyrë, unë konsultohem me shumë njerëz në gjithë botën, nga një platformë që kam, dhe kemi një informacion shumë të cunguar dhe shumë të gabuar. Pjesa dërmuese e njerëzve, pjesa dërmuese e atyre që dalin ndoshta edhe në media, edhe ata që udhëzojnë, në aspektin e mineraleve kanë një disinformacione të jashtëzakonshme. Megjithatë, po flasim për hekurin atë që kërkon ju. Hekuri është komandanti i oksigjenimit dhe i energjisë të trupit. Pa oksigjenim ne nuk funksionojmë, se vësh vetë jeta. Dhe në çdo qelizë që do të jetoj, patjetër që do prodhoj energji. Patjetër që kjo ka nevojë për nivelin e hekurit. Dhe është pikërisht hekuri që është baza kryesore e saj. Është një lloj komandanti i cili bën ose është komandanti i prodhimit ose më saktë komponenti kryesor i hemoglobinës. Është molekula që e mban oksigjenimin e gjak. Ai është depozita që bën gjithë të shpërndarjen e oksigjenimit në gjithë trupin tonë. Pa hekur nuk kemi oksigjenim, i cili nuk do shkojë në tru dhe në muskuj, që do kemi rezultate, do kemi problematika lodhje mendore, do kemi humbje të përqendrimit, do kemi dopsi, do kemi depresion, do kemi rritje të ankthit, do kemi papilacione ose do kemi aritmi, do kemi demencë, do kemi hares, demencë mosh. Të gjithë personat që kanë probleme me anemin, një pjesë e dërmuese e tyre kalojnë në demencë, ose në Alzheimer, në Parkinson, në demencë, në hares, në shumë problematika. Dëmtohet, kalojnë probleme të vetmisë shumë, e kalojnë shumë më vështirë, sepse është pikërisht kjo hekuri. Nga ana tjetër, fëmijët ulin nivelin e inteligjencës. Në qoftë se ne kanë mangësi të hekurit, dëmtimet kujtesës, të inteligjencës, të orientimit të fëmijëve është vërtet dramatike. Edhe kjo do vi, si do t'i kuptojmë disa nga shenja nga këto. Do kemi një lodhje shumë të madhe, edhe pas gjumit në mos ku çojmë mëngjes, kemi marramendje her pas here, kemi zbejje të fytyrës, mund të kemi edhe buzë të zbeta, kemi frymëmarrje të shpeshtuar her pas here, pa shkaqe, kemi dhimbje koke, sepse kemi mungesë të oksigjenimit, kemi duar të ftohta, gishtë të ftohta, kur i prekim, i shikojmë, kemi akull, kemi thonjë me gropa ose të dëmtuar, të qarë, kemi filluar të prishen, kemi flokë që hollohen, flokë që fillojnë bien më tepër se ç'duhet, rrafje të shpeshta të zemrës, kemi të fëmijët dopsi në shkollë, në mësime, në vigjilencë, kemi hiperaktivitet. Në disa raste pra, edhe pse ka dopsi fëmia, ka dhe hiperaktivitet, se kemi mungesë në këtë drejtime. Sidomos gratë që janë në menstruacione, shtatzanat, vegetarianët, sportistët, fëmijët që janë në rritje, gratë, sidomos që kanë disa probleme të sëmundjeve autoimune, do të jenë shumë kujdesshëm në këtë drejtim. Sepse hekuri është baza kryesore që unë thash edhe për problemet e anemisë, që unë e shpjegova edhe në tutje. Kemi një problem në këtë rast. Unë e thash tek i parë. Në rast se hemoglobina na del normale, feritina na del shumë e ulët. Rezultati është që ne kemi zero energji në trupin tonë, nuk kemi bërë asgjë. Pra nuk tregojmë që ne, sepse feritina tregon rezervën e hekurit. Transferitina tregon transportin. Dhe hemoglobina tregon furnizimin e qelizave që ne duhet të marrim nga hekuri. Në përgjithësi, ne duhet bëjmë testin e zorëve fillimisht, që duhet ta kuptojmë se kush janë baza kryesore për të bërë. Testin e zorëve, testin e hemoglobinës, testin e feritinës, do të shikojmë nivelin e CRP-s, pra proteinës C reaktive përpara kemi ndonjë inflamacion të fshehur në trup, pasi të eliminojmë, patjetër do të bëjmë edhe një hemogram përgjithshme për të parë edhe nivelin e parametrave të gjakut, se ku e kemi problemin. Nga ana tjetër, suplementimi që unë thash edhe më lart, me quajë zgjidhjet, nuk është zgjidhje, sepse neve ne mund të marrim stasinë e hekurit me një përthithje të mirë nëse ne konsumojmë disa ushqime. Dhe ushqimet më të pasura në këtë drejtim mund të jenë mëlçia e qingjit dhe mëlçia e viçit, e cila ka diku 8 deri në 10 miligram hekur që mund ta marri për rreth 100 gram, po themi. Pastaj vjen peshku, vjen mishi, ku them peshku, sardelet me lucje, gjithë to pjesë të tjera, por dhe nga aspekti bimor, që kemi hekurin njoheme që vjen nga thirrzat, fasulet, qiqrat, apo nga farat e kumullit, spinaqin, kakaua, është përsëri ka nivele të mira, ka rreth 7 mg bile, i afrohet nivelit të
të mëlçive të qingjit, konsumimi kakaos. Tjetër është vitamina C. Në qoftë se nuk kemi vitamin C të marrë në mënyrë të përditshmërisë apo të kombinimit sinergjik të ushqimit, atëherë përthithja ulet me 3-4 herë. Në moment që ne e marrim, kjo përthithje rritet me 3-4 herë. Pra në qoftë se ne marrim. Në qoftë se ne konsumojmë shumë kafe gjatë ditës, përthithja e hekurit do bjerë deri në 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, sipas kafes dhe çajit. Pra, kemi çajin e kamomilit që ul, kemi çajin e mentes që ul, kemi çajin e zi që ul, kemi kafen që ul. Kështu që ne duhet të kuptojmë. Mos harrojmë që ne na duan afërsisht rreth 10 mg hekur në aspekt normal, gravi duhet diku më pak më shumë, 15 dhe mbi 25 mg i duhen grave shtatzana në këtë drejtim. Marrja e këtyre suplementeve të hekurit, që ne themi do ta marrim në formë të madhe, do fillojmë të kemi probleme edhe me kapslëkun, edhe me tepritës toksike, duke dëmtuar edhe ngarkuar mëlçin dhe veshkat. Po Altin, po nëse zora nuk e përthith, suplementi nuk e përthith as hekurin nga këto ushqimet që përmende. Pra, duhet të sigurojmë këtë pjesën e përthithjes. Në qoftë se do kemi një mangësi të hekurit, atëherë ne duhet të kuptojmë të gjejmë ato shkaqet. Shkaqet, pra, para se të kalojmë tek. Po, urdhë që unë përmenda më lart, sepse ne duhet të kuptojmë hekuri më i mirë është hekuri kolodial, i cili është në mënyrë natyrale, strukturë natyrale organike, nuk është hekuri që ndodhet si ioni lirë F2, F3 që ne marrim në suplementare. Pra, është i lidhur me nivelet e aminoacideve, proteinave, polifenoleve, është me kompleks bimor dhe është shumë më i mirë më përthithje, 95% përthithet hekuri natyral, në krahasim me hekurin që ne marrim në aspektin e hekurit ionik, në formën kristalore, që nuk është formë inorganike në këtë rast. Pra, në shumë raste nuk bën përthithjen e mirë. Plus që sjell dhe probleme të dëmtimit të ADN-s, të indeve dhe elementeve të tjerë nëse do ta marrim duke tepruar apo duke marrë menjëherë një pilur ka një nivel shumë të lartë të sasisë të hekurit që mund të shkojë 40, 50, 60 mg varet nga niveli pilulave, gjë që është shumë e lartë. Duhet marret gradualisht gjatë ditës, nuk merret me një herë. Dhe kjo është sepse nuk përthithet edhe me një herë dhe trupi do reagojë negativisht të gjithë. Mirë, Altin, se u zgjatëm shumë të hekurit se kemi dhe 3 minerale të tjera. Do kapim tani magnezin si largohet, si të shfaqet ajo mungesa e magnezit nga organizmi jon dhe çfarë simptomash shfaq? Po, atëre. Duhet kuptojmë që magnezi është në qoftë se po i ndajmë në formë komandantësh, është komandanti kryesor i sistemit nervor dhe i gjumit. Është frenuesi kryesor i ankthit dhe i stresit. Sepse në rast se na mungon magnezi, ne do kemi një nivel të lartë të stresit, pagjumësia do rritet më shumë, shqetësimet në përgjithësi do rriten më tepër, sulmet e panikut do krijohen dhe do shtohen, dhe në aspektin tjetër ne do kuptojmë që ku kemi rritje të niveleve të ankthit në mënyrë kronike, një nga arsyet kryesore është mangësia e magnezit. Magnezi dirigjon gjithë ritmin e zemrës tonë. Të tëra sinjalet elektrike i mban magnezi që është komandanti gjithë këtyre sinjaleve. Qoftë rajet e rregullta, te lësimi i lartë i ankthit që ne tham, apo te rreziku edhe për infakte. Madje shpesh mjekët japin ilaçe, pa kuptuar a ka gjë mangësi magnezi që zemra nuk po komandon, sepse ti mund të japësh ilaçe, por në qoftë se nuk ka një komandant që ta drejtojë të gjithë të strukturë, i cili është magnezi, atëherë zemra mbetet pa komandant. Magnezi nga ana tjetër prodhon nivelin e energjive qelizore. ATP-ja është monedha e gjithë energjisë tonë të trupit. Ai aktivizohet vetëm kur lidhet me magnezin. Pa magnez ne nuk kemi nivele të energjisë në trup. Do kemi një dopsi muskulore, dështim të mitokondrive, lodhje më të madhe, edhe nëse ne do konsumojmë ushqim, do flëm mirë, ky është çelësi i gjithë energjisë tonë. Sepse duhet të kuptojmë, në momentin që kalciumi, çdo mineral ka një vlerë, kur kalciumi i thot trupit ose muskujve, kuru, magnezi i çliron. Në rastin për shembull kur njëri i shtyn, tjetri tërheq. Pra kemi një balancë midis mineraleve. Pra të gjitha ndikojnë. Në këtë moment, kur ne do kemi mangësi të magnezit, do fillojnë ngërçet natën. Kontraktimet her pas here, dhimbje koke të pashpjegueshme, probleme të migrenës, shtrëngim të nofullës ndonjëherë, luajtje të kësaj të syrit kur ne themi kemi një problem nervor, është komandanti që e metabolizon të poshtë dhe komandanti që metabolizon sheqerin, se magnezi rindishëm niveli ndaj përthyes dhe insulinës. Rritet sheqeri, magnezi fillon dhe e ndalon. Kur kemi magnez, mangut, diabetikët nuk mund bëhen diabetik nëse nuk kanë magnez mangut. Pra nis nga magneza e magnezit, nëse ne na ashtritur niveli i lartë i glicemisë në gjak,
Mungesa e magnezit është nga kryesorët, ka dhe elemente të tjera, mund të jetë zinku e të tjerë, po flasim magnezin në këtë rast për magnezin. Pra, stresi që është armiku kryesor e dëmton magnezin. Kafeja, sheqeri e dëmton. Dhe në 6 fishë nxjerrin jashtë magnezin nuk e përfitin. Alkooli i bllokon receptorët e magnezit. Antiacidët për stomakun, antibiotikët. Një antibiotik bën që 2 ditë e gjysmë afërsisht, ose çik më pak se 2 ditë e gjysmë, po pozon me një mesatare të bëj që përthithja e magnezit të jetë më e dobët. Vetëm një kokër antibiotik, vetëm një antibiotik. E bën që magnezi të jetë në këtë lloj niveli. Njerëzit vrapojnë ta marrin si suplement. Po në faktin e ushqimeve ne mund ta marrim kollaj, sepse ato 400 mg që mund të marrim ditë, 380 deri në 420 mg, ne mund ta marrim edhe nuk mund, sepse perimet për shkakun që kanë nivele magnezi janë lakrat kale, këto jeshillëqet, lakrat jeshile, spinaqi që përmbajnë 40, 50, 80 mg magnez, bizelja ka, frutat, janë këto banania ka nivele të mira të magnezit, fiku i thatë dhe hurma arabe kanë 60, 70, 80 mg magnez, avokatua ka 50-60 mg, arat kanë 60 mg, farat e kungullit, pra një dorë, po themi 30 gram bajame, kanë 80 mg, ose farat e kungullit që kanë më shumë, kanë 150 mg në 30 gram magnez. Pra ne vetëm me disa kokra bajame, me pak fara kungulli, ndoshta pak arore, ne kemi marrë nivelin, edhe po të konsumojmë një jeshillëqe, ne kemi marrë nivelin e sasisë të magnezit. Po ashtu kakao e zezë, çokolata, bishtajoret, të shërat, orizi integral, peshqit, uji mineral që ka magnez duhet parë, ka nivele të larta magnezi, afërsisht edhe 120-150 mg magnez në ditë. Në qoftë se ne konsumojmë pak spinaq, pak avokato në ditë, supozojmë një çik para kungullit apo dhe një fasule, ne kemi marrë 450 mg magnez. Mbani mend, konsumimet e gjalla e bëjnë që magnezin ta marrim më mirë, jo të përpunuara në këtë drejtim, mos e harroni. Nga aspekti tjetër, magnezi nuk matet në analiza. Bëhet një gabim shumë i madh, sepse në laborator nuk është një test i saktë, sepse vetëm 1% e magnezit të trupit gjendet në gjakun tonë. 99% gjendet në aspektin qelizor, në kosta, në muskuj, në tru dhe në organe. Trupi e mban gjithmonë normal në gjak, duke tërhequr ndoshta edhe nga rezervat. Kështu që analiza mund të dalë dhe normale, po ndonjëherë mund dalin përgjithësi dhe normale. Ndonjëherë mund dalë edhe në aspektin bosh. Magnezin për ta matur duhet patjetër që të bëjmë një magnez, pra magnezin qelizor, ose ionografin qelizore, që të masim magnezin në saksi, që ekzaminon elektrolitët në brendësi të qelizës, se kjo rinë qelizë. Në raste të tjera, magnezi nuk mund të matet dhe është një analizë kot, ose është marketing të drejtim. E kuptova. Kjo ishte për magnezin, treguam dhe ku e marrim atë tek ushqimet, kalojmë tek një tjetër mineral po aq i rëndësishëm, siç është zinku. Po. Zinku për opinionin tim është një nga mineralët, sepse magnezi nëse merr pjesë në 600 proceset e enzimatike, pra të enzimave, zinku merr pjesë në më shumë se 3000 procese në trup. Edhe për mendimin tim është një nga komandantët më kryesorë të trupit tonë. Është ndoshta minerali më i rëndësishëm në opinionin tim. Komandanti i gjithë imunitetit, i hormoneve dhe i riparimit qelizor. Nëse ne kemi probleme imunitetin sot, me hormonet, me problemet tiroideve, me riparimin qelizor, me problemet e tumoreve, kemi mangësi të zinkut. Edhe një plak që të shërohet do zink. Edhe çdo flok që të rritet do zink. Çdo nivel të sistemit imunitar ku na bie kemi mangësi zinku. Pra komandanti është zinku. Është nga mineralet kryesore. Asgjë nuk mund të shërohet pa u përmendur zinku, edhe pse punon në zë, sepse zinku është arkitekti i formimit të ADN-s son. Pa të qelizat nuk mund të rigjenerohen. Zinku është trajneri kryesor i ushtrisë tonë imunitare. Ai aktivizon të gjithë pjesën e limfociteve tona. Gjithë pjesën e ushtrisë tonë vrasje kundër tumoreve, kundër infeksioneve, inflamacioneve. Pra, në ana tjetër, zinku është hormoni kryesor është komandanti kryesor i hormoneve tona, sidomos i hormoneve mashkullore të testosteronit. Kur ne kemi dopsinë të testosteron, bie forca e një mashkulli, kemi këtë problem. Kur zinku është mbështetës i lëkurës, nëse kemi problem të kolagjenit, rrudhje të lëkurës, inflamacion, nëse ne kemi probleme aknet, nuk na ikin aknet, ne kemi për një kohë gjatë, ne kemi nivele të mangut të zinkut. Zinku është një nga elementet kryesor kur sot në botë po ta shikojmë 1 në 3 persona ka mungesë zinku dhe nuk e di. As nuk dinë që janë bërë dhe nuk e dinë dhe kujtojnë se duke marrë suplementar që është një nga elementet përsëri të gabuar, përsëri është i keq. Niveli i infeksioneve rritet 55% në një mangësi shumë të ulët zinkut. Kur kemi të rënuar zinku, infeksionet rriten deri në 75%. Qoftë koronavirusi që ne kemi kaluar, gripi, problemet e shumë sëmundjeve tjera zhvillohen shpejt kur kemi mangësi të zinkut. Pa, çfarë ndodh, si ta kuptojmë ne kur mungon zinku? Kur ne kemi infeksione të shpeshta, ku kemi misha të këqij të dhëmbëve që na dhëmi shpesh mishat e gojë, e dhëmbëve, po. Ku kemi shpesh dhimbje të fytit dhe të bajameve, kemi koll,
fillojmë glbazën, kemi rënje të flokut, ku nuk furnizohet niveli i flokut, rënje të flokut edhe kemi akne të cilat nuk ikim, puçat të cilat nuk ikim. Riparume, nëse kemi një plak të djegur ose të vrarë, do shumë ditë të rikuperohet krahasimi një tjetër. Nëse kemi ulje të nuhatjes dhe të shijes, që mund bëjmë një test, provojmë 2 persona që jemi të njëjtë në familje, provojmë në nivelin kërpudhor të shijeve, sepse kërpudhat në pjesën kryesore të gjuhës janë të varura pikërisht nga zinku që nuk mungon si element, që i shtyn këto kërpudhat formojnë më shumë. Nëse një familjar e ndjen më shumë atë aromë, e ndjen më shumë atë shije dhe ti e ndjen më pak, ke mungesë të zinkut. Nga aspekti tjetër, testosteroni ulët, nga dalësimi i rritjes të fëmijët që nuk kanë rritjen shpesh, kanë përqendrim të dobët, nuk kanë rritje normale, kanë filluar obezitetin, kanë shumë sëmundje, cikli pa rregull të gratë, menstruacionet, niveli i dhimbjeve të menstruacioneve, problemi të menopauzës, probleme që kemi me kiste në mitër, të gjitha këto që mund të krijojmë ose defekte në zhvillimin e një fëmije të vogël. Të gjitha këto kemi këto lloj probleme. Të gjithë personat që kanë probleme me gastritin, me refluksin, që pinë antibiotik, që kanë probleme me diabetin, personat që kanë stresin kronik, gratë që janë shtazana në përgjithësi, adoleshentët që janë në rritje, ata që konsumojnë nivele të larta të sheqerit, brumit, biskotave, alkoolit, të gjithë në përgjithësi janë 72 dhe 85% me mangësi zinku. Nga disa studime që janë bërë që nuk po i zë, po desh edhe u mund të zë. Po, jo, na duhet më shumë ku e gjejmë tani zinku. Atëre ushqimet ku mund ta gjejmë? Ushqimet farat e kumullit janë të pasura. Në 30 gram ne kemi 9 mg, por jo më të pasura janë frutat e detit. Arrin diku 80, 60, 70, 80 mg. Mëlçi e viçit është e mirë. Qiqërat, mirë, por nuk kanë nivele të jashtëzakonshme, por mirë. Diku 2, 3, 1 mg ka për shembull veza, për shembull veza e fshatit, 1.5 mg mund të ketë vetëm i kokërvezë. Kakaua, që tham, patatja, kanë burime të mira të zinkut dhe mos harrojmë që ne nuk se kur thot njëri 2, 3, 5 mg, mos harrojmë ne na duhet 10 deri në 12 mg zink në ditë, kaq na duhet. Nuk na duhet sasi magnezi 400 mg, që ta kuptojmë. Nga aspekti tjetër mos harrojmë, zinku punon ngushtë me disa element mineralesh që pse nuk përthithet, ta kuptojmë. Nëse ne kemi mangësinë vitaminë B6, nëse ne kemi mangrin, bakrin, nëse ne kemi mangu selenin, që është një antioksidant që vepron për tiroiden, sepse seleni ruan, pra nëse jodi formon formën e tiroidës për ta mbajtur dhe punon te tiroidja, seleni e rrethon për ta ruajtur këtë gjë. Nëse do kemi mangësi të vitaminës D, nëse do kemi seleni mangut, bakri, vitaminë B6, ne do kemi një distikuilibër të marrjes së zinkut. Edhe pse ne kemi sot zinkun, pikolinat, citrat dhe glukonat, përsëri janë, për mendimin tim, janë forma të dobta të përthithjes dhe përsëri në analiza shpesh nuk dalin në rregull. Pra, çfarë do të themi kur ne bëjmë një analizë, përsëri në shumë raste nuk është në rregull. Del në analizë gjaku zinku jo, apo si magnezi që duhet matur? Vetëm 1% ndodhet edhe zinku në gjak, 99% ndodhet në qelisë, në muskull, imunitet, tru dhe organe. Po si ta masim? Trupi, analiza mund dali normale, gjithmonë analiza dali normale. Kur analiza ne na mashtron, pra mund të themi ne na mashtron. Shpesh ta themi që kemi një mangësi të lehtë ose nuk kemi probleme zinku del mirë, po të shkosh analiza, në përgjithësi të gjithë dalin. Vetëm ai 1% që është në gjak ndikon jashtëzakonisht shumë në të gjitha proceset që ne kemi. Cila është analiza më e besueshme që thoni ju? Një analizë e besueshme mund të jetë për shembull e fijes së flokut. Deri diku e tregon historinë e mineralizimit ton, sepse mungesa e mineraleve qëndron në flok aty është fundi i çdo gjë që shkon mineralet. Kjo është një nga elementet kryesorë. Tjetër, duhet bën analiza të limfosideve, duhet bën analiza të testosteronit. Duhet shikohet niveli i riparimeve të plagëve. Pra ne duhet të shikojmë edhe në rastet klinike dhe në rastet me anë të styrit ose me anë të veprimeve tona që na jep trupi, për të thënë që kush është niveli më i mirë për ta kuptuar nivelin e zinkut që është në mangësi apo jo. Pra analiza me fjen e flokut, testosteronin apo edhe plagët. Dhe analiza që bëhet brenda elektroliteve të qelizës. Ne thash i parë që është për të gjitha nivelet e mineraleve. Është analiza ionike që bëhet në qelizë për nivelin mineraloz, për nivelin elektroliteve. A është më e sigurta. Kemi edhe kalciumin, do doja që ti përmbledhim një informacion para se të kalojmë në publicitet. Kalciumi është mund të ta quajmë komandantin e sinjaleve nervore dhe të gjithë strukturës son kockore. Pa e themi. Në qoftë se komandanti i trurit, i qetësisë ishte magnezi, zinku ishte komandanti i riparimit dhe imunitetit. Kalciumi është se çdo mineral ka një funksion vet, ka një lloj komande. Të tjerë mineralet kanë komandë. Pa nivelin e kalciumit, ne nuk mund të lëvizim, nuk mund të operojmë mirë, nuk mund të transmetojmë masi asnjë sinjal nervor ose mesazh nervor. Shumë njerëz mendojnë se kalciumi është thjesht vetëm për kockat. Nuk është e vërtetë kjo.
se njerëzit e kanë perceptuar gabim, kalciumi është vetëm për kockat. Vetëm 1% e kalciumit është në gjak. 99% prapë shkon në kocka, në dhëmbe të tjera. Por ai 1% që është aq jetik që jep komanda. Çfarë bën ai 1% që? Bën kurjen e muskujve, aktivizimin e qelizave nervore. Bën që të funksionojnë mirë rrafjet e zemrës, piksjet e gjakut, sinjali hormonal, shpërndarja e neurotransmetuzëve në trup. Në qoftë se ky bie, fillon paniku, fillojnë problemet, pastaj shkojnë edhe në kocka. Pra, trupi jon për të mbrojtur zemrën sakrifikon kockat në qoftë se do na bjerë kjo gjë. Dhe do filloj t'ja marrë kockat dhe po ta shikojmë atëherë në qoftë se ai 1% që është nuk është në rregull, atëherë shpesh njerëzit po ti shikosh sëmundja me osteoporozë, me artrit, me sëmundje kockash. Me elemente të tjerë është që po sakrifikon trupi duke e marrë sepse nuk po funksionon për piksin e gjakut, aktivizimi qelizor, problemet e zemrës dhe po e merr ky 1% që po ja merr 99% dhe kështu fillojnë këto dhe problemet. Tani, zemra nuk bën lëvizje të pavetdijshme ose në mënyrë po themi vullnetariste ose vullnetare. Vin pikërisht nga niveli i kanaleve të kalciumit në qelizat kardiake. Pak të ekuilibër, do filloj aritmia, do kemi probleme me tensionin, do kemi ndoshta edhe infarkte të cilat ne mund ta ne. Kështu që mund të na ndodhin. Kështu që mund të themi që kalciumi është komandanti kryesor i centralit elektrik të problemeve të zemrës. Ai e rregullon inflamacionin nervor, pa të trurin ngec, kujtesa ngadalsohet, marramendja rritet dhe fillojnë sinjalet që mos komandojnë njëri tjetrin dhe fillojnë disa probleme. Nga ana tjetër, do kemi probleme me dhëmbët, probleme me thonjt, probleme me kockat e brishta, me dhimbjet e tyre, me osteoporozën, raje të çrregullta, ankth dhe irritim nervor, deformime të kockave, sidomos të fëmijët që na ankohen shpesh për dhimbjet e kockave. Kjo tregon që edhe pse analiza mund të dalë normale, trupi po e vjedh nga kockat për të ruajtur nivelet e këtyre inflamacioneve që kemi. Sidomos gratë që janë në menopauzë, fëmijët që janë në rritje, adoleshentët, njerëzit që kanë mungesë të vitaminës D, personat që konsumojnë nivele shumë të larta të kafes, pijet energjike dhe sidomos pijet me sodë, me gaz, e dëmtojnë kalciumin. Njerëzit që kanë probleme me laktozën, njerëzit që kanë probleme me grurin, me glutenin, problemin e refluksive tjerë, pra ne mund të themi që këta janë më të riskuarit, edhe pse afërsisht ne na duhet rreth diku sipas moshës 1000 deri në 1500 mg, sepse gratë menopauzë do 1500, adoleshentët 1200-300, njëri normal do 1000 mg, një fëmijë do 700 mg, ne mund të themi që mund ta plotësojmë përsëri nga ushqimi. Unë jam fare pro dakord konsumimit vetëm në raste emergjente për të marrë ose për një kohë caktuar. Konsumimi i peshkut, sidomos sardeleve, ka nivelet më të larta. Susami ka nivele akoma më të larta se sardele. Ka rreth 400-450 mg vetëm në 2 lug susam. Gjysmë në ratësi e porcionit ditor të kalciumit në trup ne e marrim vetëm nga 2 lug fara susami. E marrim nga 1 lug bajame, e marrim nga 1 copë brokoli dhe e marrim për shembull edhe nga disa fije lakër ose kost pa për Po qumshti është burimi i kalciumit? Ka afërsisht 100-120 mg për një gotë, por nuk mund të themi që është i mirë sepse duke krijuar një inflamacion dhe duke krijuar një proteinë negative për të rritur nivelin e aciditetit, veshkat tona duan që të kalojnë në nivel alkain. Edhe duke i rritur këtë, atëherë çfarë ndodh? Veshkat do t'ja kërkojnë kockave të marrin nivelin e kalciumit, ja thitin kockave, kështu që ai qumëshin e kemi hedhur edhe mund të dalë edhe nga ne kundër. A e marrim dot në analizë kalciumin? Del në analizat që bëhen? Atëherë duhet të kuptojmë. Në qoftë se ne do bëjmë analizën e gjakut, mund të themi edhe po edhe jo. Sepse në qoftë se ne do kuptojmë kalciumin në total apo kalciumin ionik, duhet të kuptojmë të ndajmë të dyja. Në qoftë se do të kuptojmë kush është kalciumi ionik, është pjesa më aktive e kalciumit. Analiza tregon se sa kalcium ka në qarkullim në atë rast. E jo në çdo kohë kalciumi është i njëjtë. Po të bëjnë analiza brenda ditës, të dyja mund të ndryshojnë. Kështu që analiza më e mirë për kalciumit nuk e përjashton mungesën e kalciumit në kocka. Mos e harrojmë këtë gjë. Nuk na tregon as problemin e densitetit të kockave, as rezervat që mund të kemi kalciumin, nuk na tregon as ekuilibrin që mund të kemi nëpërmjet magnezit dhe vitaminës D, sepse të treja operojnë si triologji ose si trio funksionuar në një harmoni, nuk na tregon asnjë gjë. Kush do jetë më i mirë, kalciumi ionik? Duhet bërë analiza vitaminës D. Në përgjithësi ajo aktivizon kalciumin. Kur e kemi shumë të ulët, mund të kemi edhe magnezi të saj. Që të hesim çike edhe me shenja, po edhe me këtë. Metë duhet bërë magnezi përsëri RBC, magnezi RBC, që tregojnë një përthithje dhe një ekuilibër të nivelit të kalciumit. Duhet të bëjmë nivelin e kreatininës.
për funksionimin e veshkave, sepse atje ne e kuptojmë eliminimin që do kemi të kalciumi. Dhe patjetër do bëjmë dhe një densitet ndoshta të një MRI-e me kockat. Në qoftë se do ta bëjmë këtë, atë do jemi shumë më të mbrojtur ose më të sigurt kur bëjmë një analizë që a kemi vërtet mangësi kalciumi apo nuk kemi mangësi kalciumi. Nga ana tjetër, në qoftë se ti do më lejosh, kemi mineral tjetër e fundit mineral tjetër s'kemi, por nuk na mbeti kohë as për ftojin, kështu që e mbylli me kalcium dhe ftojin e lëm për të mërkurën e ardhshme, Altin, se u ezauruan të gjitha minutat që kishim në dispozicion. Për kalciumin çfarë mund të themi tjetër? Unë nuk mund të them gjë për kalciumin, po unë doja të flisja çik për problemet e mineraleve, se si e kemi të konceptuar në problemin e mineraleve, nëse do më lejoj vetëm disa minuta. Sepse është baza kryesore. Mineralet, imagjinoni trupin tonë si një qytet gjigant që punon me drita, me hormone, tike në çdo sekondë etj. Mos harroni, në çdo sekondë brenda trupit tonë ndodhin 6 trilion reagime kimike. Ndodhin zemra rreth 100.000 herë në ditë. Ne lëshojmë rreth 100 impulse elektrike 120 metra në sekondë në trupin tonë. Mushkrit tona fryhen dhe mbyllen 25.000 herë në ditë për të na futur oksigjenimi. Mërqia bën përpunimin e 500 reaksioneve kimike vetëm në 1 minutë. Veshkat filtrojnë 180 litra gjak në ditë për të ndëhequr pjesën e helme. A keni menduar me njëherë gjithë ky lloj civilizimi jashtëzakonshëm inteligjent trupin tonë? Kush janë ata që e komandojnë? Sepse ka komandant. Janë mineralet. Nga lindja në vdekje, mos i harroni njerëz, janë mineralet. Kur një fosh një çan për herë të parë, është mineralet që japin urdhër që ai t'i hapen mushkritet çaj. Kur një fosh një lëshon lot ose një person, janë pikërisht mineralet që komandojnë të lëshojë loti. Kur një person ndjen më shumë dhimbje se i tjetri, ka mangësi mineralesh. Kur një fëmijë rritet, kur një fëmijë kalon në adoleshencë, niveli hormonal i tyre ndryshon, pasioni, çdo gjë tjetër nëpërmjet mineraleve. Kur një i moshuar humb kujtesën, ose nuk e ka ruajtur mirë kujtesën, janë mineralet që mbajnë ndezur të gjithë sinjalet e trurit. Çdo puls, çdo mendim, çdo hap që hedhim, nuk është rasti, është komand mineralesh. Prandaj në këtë rast, nëse kemi nervozizëm, probleme me kujtesën, presion gjaku dhe të tëra që i tham janë probleme mineralesh që ne kemi braktisur mineralet. Dhe më e keqja dikush është pa aftësia e atyre që uzojnë njerëzit me forma kaq të mëdha, duke i thënë ik konsumoni magnez, ik merrni selen, merrni kalcium, pa kuptuar thellësinë e ndërtimit të këtij qyteti të jashtëzakonshëm të trupit tonë. Dhe akoma më tragjike, njerëzit i dua trokasin duke marrë këto këshilla, duke vrapuar në farmaci për t'i marrë. Mos harroni, magnezi nuk përfitet veç. Kërkon vitamin B6 për aktivizimin nervor, kërkon nivelin e zinkut, kërkon nivelin e selenit, do jod, kërkon vitaminën A, kërkon vitaminën D për të rritur nivelin e sistemit imunitar, kërkon selenin dhe vitaminën E për mbrojtjen e membranave. Niveli i kalciumit kërkon vitaminën D, kërkon magnez, kërkon vitaminën K2 që të futet në kocka. Vitamina K2 nuk formohet dot pa shkuar bori si një mineral që fshet densitetin. Pra, mineralet nuk punojnë vetëm të nderuar. Është ekuilibri dhe jo teprisa. Kalciumi kontrakton muskujt, magnezi i stiron. Natriumi rrit tensionin, pra kripra, kaliumi e ul. Pra njëri bën një gjë, tjetri bën një gjë. Hekuri nuk sjell oksigjenimin nëse nuk kemi bakrin. Jodi nuk krijon hormonet e tiroides nëse seleni nuk e mbron. Pra ne kemi një ekuilibrim. Nuk zgjidhet me sistem suplementar. Duhet të kuptojmë se çfarë janë mineralet që janë komandantët tonë kryesor të trupit dhe pastaj të kuptojmë të konsultohemi me një specialist të paktën që të ketë një farë dije me mineralet dhe vitaminat se si të kombinohen në formë sinergjike për të vepruar më mirë trupit tonë. Për të vepruar. Qartë, Altin, unë të falenderoj për gjitha informacionet që përcollëm sot. Për ftojnë që ne e përmëndëm, do të lëm një herë tjetër me Altin Jokën. Faleminderit dhe juve që në ndoqë, do të gjeni në kanalin tonë në YouTube të gjithë bisedën dhe këshillat që unë danë sot për ju. Faleminderit.